Që si kombinimi, se besoj që e keni provu, halo. Është vikend edhe keni ku pak ma shumë, tani ja u propozoj këtë recetë super të lehtë edhe super shijshme, që rezultati është 10/10. Fillimisht e kemi marinu qepen me mishin e grirë edhe erëza sipas dëshirës. Na kemi shku me këto erëzat klasike, krip, biber të kuq, vegetë edhe biber të zi. E anën tjetër, patatet i kemi zi, i shtypim me piron, derisa të bënd buta dhe shtoj mielin edhe erëzat sipas dëshirës. E merr një lloj forme sikur të brumit, edhe këtë formë ndajmë në disa pjesë të vogla. E hapim me dorë pjesën e brumit, e mbushim me mozzarella edhe me mish të grirë, edhe pastaj e mbyllim në formë të rrumbullakët. Skuqim në vaj derisa ta merr ngjyrën e artë. Ne i kom skuq ma shumë se m'pëlqen me qenë krokante, ajo mundeni me i skuq edhe shumë më pak. Edhe formën mundeni me e bo sipas dëshirës juve. Unë e kom kombinu me salcën e thjesht, keqap edhe majo të përzine, e ju kombinojeni si të doni, se shija është e pa rezistueshme.